Qof lëvduar Jezu Krishti, përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Jemi këtu në studio së bashku me profesor doktor Blerton Hulaj, fizioterapist, me të cilin do të trajtojmë së bashku temën e sëmundjeve të shpinës. Mirë se kjo ardhur, doktor. Përshëndetje Adelina, mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën që keni gjetë për dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. Doktor, fillimisht kërkoj nga ju që ta bëni një prezantim të shkurtër për veten tuaj për dëgjuesit tanë. Unë jam Blerton Hulaj, jam profesor në Kolegjin e Shkencave Mjekësore Rezonanca. Studimet themelore dhe ato master kam mbaruar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Publik të Shkupit. Tash 10 vite punoj si fizioterapist në ordinancën My Physio në Prishtinë. Doktor, na sot e kemi temën dhimbjet në pjesën e poshtme të shpinës. A mund të na tregoni cilat janë shkaqet më të shpeshta që shkaktojnë këto dhimbje? Atëherë kur fillojmë të flasim për dhimbjet e shpinës, është një term i gjerë, specifikisht për dhimbjet në pjesën e poshtme. Siç e dini, pjesa e poshtme e shpinës është pjesa më ekspozuar ndaj lëvizjeve dhe punës së bërë gjatë ditës. Prandaj shkaktarët detyrimisht lidhen me stilin e jetës. Qoftë me qëndrimin e gjatë në pozita të ulur, qoftë në qëndrimin e gjatë në pozita në këmbë. Pastaj këtu shtohet edhe stili i jetës, forma të ushqyerit, aktiviteti fizik, pesha e të tjera. Prandaj shkaktarët kryesisht lidhen me pasivitetin tonë që kemi gjatë ditës. Cilat janë simptomat e para që manifestohen këto dhimbje? Edhe pse rastet munden me qenë të ndryshme, jo të njëjta për të gjithë pacientët. Simptoma e parë të këtë gjitha problemet në trup e dim që është dhimbja. Domethënë faktikisht para mos me pas dhimbje askush nuk ish lajmëruar te një personel shëndetësor apo te një doktor. Kështu që simptoma e parë është dhimbja që shfaqet në rajonin lumbal apo në pjesën e fundshpinës. Pastaj ajo fillon shoqërohet me bllokime, me kufizime të lëvizjes dhe në fazat më të avancuara dhimbja mund të kalojë edhe në pjesën e sipërme të bushtit kurrizor e më shpesh në pjesën e poshtme apo në gjymtyrë të këmbëve. Cilat janë grup mosha të cilat preken më shumë prej sëmundjeve të shpinës? Nuk ka ndonjë grup moshë të caktuar. Parimisht mund të themi që asnjë grup moshë nuk është e përjashtuar. Do të thotë të gjitha grup moshat mund të preken, por normalisht moshat më të vjetra, moshat pas moshës 20 vjeçare janë më të ekspozuara ndaj këtyre lëndimeve. Kjo edhe për arsyeën sepse janë më të ekspozuar ndaj jetës sedentare apo ndaj jetës pasive që ata e bëjnë. Do thotë me kalimin e viteve paksohet apo ulet mundësia për aktivitete fizike. Doktor, në bazë të përvojës që ju keni, a janë femrat apo meshkujt më të prekur prej sëmundjeve të shpinës? Gjinia nuk është faktor që përcakton problemet e shpinës, mirë po mund ta quajmë në një formë që gratë janë më të ekspozuara posaçërisht pas lindjes. Për shkak të ndryshimeve biomekanike që boshti i tyre kurrizor i pson në momentin e shtatzanisë. Edhe në këtë formë ato janë paksa më të ekspozuara, po prapse të dy gjinit preken nga problemet apo dëmtimet e boshtit kurrizor. Doktor, në momentin e parë që shfaqen këto shenjat e dhimbjes, pastaj kontrollat e mjeku janë të preferueshme. Pas diagnostifikimit, si trajtohet një person me këto raste? Atëherë para se të fillohet trajtimi, ju veç e përmendet që fillimisht duhet bëhet një diagnostifikim i saktë për ta specifikuar saktësisht shkaktarin aty në dhimbjeve apo ngurtësive që i kemi në boshtin kurrizor. Normalisht diagnostifikimi bëhet në bashkëpunim me mjekët specialist, ortoped apo neurokirurg. Pas diagnostifikimit që është bërë, atëherë trajtimi normalisht fillon në bazë të gjendjes pacientit. Në shumicën e rasteve nuk rekomandohet fillimi i terapisë fizikale në fazën akute kur pacienti është në kulmin e dhimbjeve. Do thotë fillimisht mjeku me terapinë e tij medikamentoze e qetëson pak dhimbjen, që më na jep neve mundësi si fizioterapist që me fillu procesin e riabilitimit. Pastaj procesi i riabilitimit aty përfshin terapi manuale që ne aplikojmë, domethënë terapi përmes formave të ndryshme të masazhimit, përdorimit të ndryshëm të pajisjeve që ne i kemi në dispozicion, siç janë ultrasaundi terapeutik, format e elektroterapisë, format të ndryshme të mobilizimeve, format të ushtrimeve, që me arrit deri te një reaktivizim i komplet boshtit kurrizor dhe gjymtyrëve të poshtme.
Doktor, për diagnostikim, a duhet me patjetër me pas ndonjë rezonancë apo mundet edhe thjesht me Uh, jo domosdoshmërisht me hulumtimet që janë ditë të sotme duhet kemi rezonancë magnetike për diagnostifikim, po kjo është një përgjithësi që varet nga mjeku specialist që e ka rastin, domethënë në kontroll. Rezonanca magnetike çdo herë rekomandohet në rastet kur pacienti i kemi disa teste klinike pozitive dhe pastaj duhet ta vërtetojmë problemin eventual që ne dyshojmë që mund të jetë në poshtin kurizor, qoftë në problemet me hernin diskale, qoftë me komprimimet nervore apo radikulopatitë që i quajmë. Prandaj për ta vërtetuar normalisht që rekomandohet imazheria apo rezonanca magnetike në këtë rast. Doktor, ju e përmendet më herët edhe rastet e fizioterapive që rekomandohen tek pacientët. Sa është e preferueshme për një periudhë, sa seancat fizioterapisë me i mbajt, apo varësisht prej gjendjes? Atëherë për këtë punën sa seanca në popull ekziston një mit që duhet bëhen 10 seanca, 12, 15. Data pa ndërprej. Data pa ndërprej. Nuk ka ndonjë Ligj shkruam sa seanca duhet me i bë. Normalisht që fizioterapia nuk mbaron me 10 seanca, nuk mbaron me 5 ose edhe më shumë. Çdo herë terapia fizikale bëhet dhe vlerësohet se sa duhet vazhdohet në bazë të gjendjes së pacientit. Prandaj zakonisht fillohet me 5 deri në 7 apo 10, bëhet një vlerësim, shikohet se deri ku ka shku progresi apo a kem pas progres, a kem pas regres dhe çka duhet të ndryshojmë në qasjen tonë si fizioterapist. Në periudhën gjatë fizioterapisë pacienti, a ka me njëherë lehtësime në dhimbja, apo mundet me urrit dhimbja? Dhimbja zakonisht, kurba dhimbjes fillon me ra. Zakonisht 3-5 seancat e para veç fillon me vrejt përmirësimet e para. E shumë pacient raportojnë që kemi 50% më pak dhimbje. Mirë po që me pas suksesin të plot, pacienti duhet me i vazhdu edhe ushtrimet që ne e kemi uzu në ordinancë, duhet me i vazhdu në kushte shtëpiake. E pastaj pas 1 muaj ose 2 muajve ta bëjmë edhe një rivlerësim se deri ku ka mri pacienti, a ka mri me kohën 100% pa dhimbje, a ka mri me u kthy në punë në mënyrë të plot dhe apo i kryen aktivitetet e tij ditore në mënyrë të pavarur. Kur arrin me i bë këto, pastaj e konsiderojmë që rasti edhe është i mbyllur edhe pastaj veç duhet me vazhdu jetën normalisht. Doktor, ndërsa për raste që ka nevojë edhe për operime për shkak të gjendjes së unazave të shpinës, si bëhet trajtimi i tyre? Trajtimi të rastet postoperative i quajmë ne është protokoll i ndryshëm, është protokoll i veçantë që aplikohet. Edhe zakonisht protokollit tek rastet postoperative bëhet në bazë të qasjes që ka përdorur neurokirurgu në këtë rast për pacientin. Për operime për qasje të ndryshme ka edhe qasje fizioterapeutike të ndryshme. Normalisht çdo pacient është unik edhe ka qasje të individualizuar. Fillohet me ushtrime të lehta, posaçërisht janë shumë të rëndësishme 2 javët e para mas operimit. Pastaj në mënyrë graduale rriten forma ushtrimeve dhe intensiteti i tyre që me i bë muskujt e shpinës prap të kthehen në gjendje që ta suportojnë apo ta mbështesin boshtin kurizor pas operimit që ka ndodhur. Doktor, cilat sporte për shkak se aktiviteti fizik është mjaft i domosdoshëm tek trajtimi pothuajse i çdo lloj sëmundje, por edhe tek to të shpinës, cilat sporte preferohen më shumë tek personat që vuajnë për sëmundjeve të shpinës? Po. Atëherë kur i përmendim aktivitetet se çka duhet bëjmë dhe çka nuk duhet të bëjmë, të rëndësishme që nuk e ngarkojnë boshtin kurizor, çdo herë është ecja dhe noti. Janë 2 aktivitetet që nuk shfaqin ngarkesë në pjesën lumbosakrale në këtë rast. Pastaj duhet të përmendim edhe sportet që mund të arrisin ngarkesën. Ndër sportet që munden me rrit ngarkesën është vrapimi intensiv apo sportet me intensitet të lartë. Në këtë rast vrapimi intensiv me kthime të shpeshta, me sprinte, me gjysmë sprinte, mundet me rrit ngarkesën në boshtin kurizor. Edhe kjo mund të jetë jo tek të gjithë pacientët, mirë po konsiderohet si diçka me një risk pak më të madh. Pastaj normalisht duhet të bëjmë kujdes edhe në ngritjen e peshave, në format se si ushtrojmë në palestër apo edhe në natyrë, po në përgjithësi rekomandohet ecja dhe noti. A mundet me qenë noti një faktor që e dëmton
boshtin kurrizor nëse nuk dim i bë ushtrimet siç duhet edhe not? Parimisht, nëse dim me notu në kuptimin e parë të fjalës me mbet me ujë, nuk e dëmtojmë boshtin kurrizor, sepse siç e dini, në ujë nuk vepron graviteti. Dhe jemi shumë më pak të ekspozuar ndaj rëndesave të gravitetit. Po normalisht po, nëse tentojmë me bo note që janë me shpejtësi pak më të madhe, edhe nuk i zotrojmë mirë ato note, normalisht që kemi tendencë të apsojmë në lëndim. Po parimisht noti, nëse veç dim me notu, nuk ka në rrezik, pavarësisht çfarë noti Marr bojmë. parasysh për shembull rastet kur nuk din as me notu edhe menjëherë ju rekomandohet me pas edhe Patjetër që ka rrezik. për shkak se mundet me pas edhe ndonjë deformim të boshtit kurrizor. Ka rrezik. Në diçka që kisha dashur me potencu tek noti Patjetër. është që ka lloje të notit që ndihmojnë më shumë shpinën. Mirë po nuk ka rrezik prej notit në kuptimin e parë të fjalës. Domethënë nëse di me notu, okay, mundesh me shku me notu. Pastaj për me pas efekt më të mirë noti, normalisht që ka forma të ndryshme të notit që trajnerët e notit ne mësojnë. Doktor, sa tash në bazë të përvojës suaj, sa janë persona të vëdijshëm që seansat e fizioterapisë janë mjaft domosdoshme për ta? Muj me thonë që fatmirësisht në 5 ose 10 vitet e fundit, vetëdijsimi apo edukimi ka pas një hall pak më të madh. Do të thotë nëse shikojmë situatën e para 10 viteve, tash është situata 100% më mirë. Për shkak se në shumicën e rasteve ka neglizhu. E kanë neglizhu, nuk kanë pas atë shumë besim në fizioterapi, e kanë konsideru fizioterapinë si një tretman të dorës së dytë. Në fakt fizioterapia është Ose si luks. ose si Bëj masazh bravo. për luks edhe jo për nevoja fizikale. Në fakt fizioterapia është parësore në trajtimin e këtyre problemeve. Pastaj vijnë opsionet e tjera, qoftë kirurgjikale, qoftë medikamentoze, pasi që ka dështu fizioterapia. Doktor, sa rekomandoni të bëhen vizitat tek mjeku edhe nëse nuk ka ndonjë simptom të parë me sëmundje të shpinës, po vetëm që ti parandalojmë më herët? Po atëherë vizitat përgjithshme tek mjeku është e rekomandueshme që të bëhen çdo 6 muaj. Kështu që pse të mos e bëjmë një kontroll me fizioterapeutin apo një check-up të përgjithshëm të nivelit të tij, qoftë kondicional, qoftë muskular, qoftë të gjitha aspektet në organizëm. Kështu që një herë në 6 muaj është okay ta bëjmë një vizitë, një kontroll, një konsult me një fizioterapist. Doktor, edhe për fund një mesazh për dëgjuesit tanë. Një mesazh, unë i kisha lut të gjithë dëgjuesit që po na dëgjojnë, që të ecin sa më shumë, edhe të kenë kujdes shumë në dietën e tyre, të pinë sa më shumë ujë, që të mos qëndrojnë, të mos dehidrohen. Aktiviteti i parandalon të gjitha problemet që kemi me boshtin kurrizor, kështu që nëse doni mos më na pa neve shpesh, sa më shumë aktivitet fizik. Duhet me u kujdes për Duhet veten. me kujdes për veten. Doktor, unë të falenderoj shumë e me shpresën që kemi me mbajtë edhe shumë tema tjera në fushën e fizioterapisë bashku për dëgjuesit tanë. Pa ta kënaqësinë edhe ju dëshiroj shumë sukses juve. Faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësinë të ndiqni intervistën me profesor doktor Blerton Hulaj, fizioterapist, ku trajtuam së bashku temën e sëmundjeve të shpinës. Kudo qofshi hiri i Zotit tonë Jezu Krishti qoftë me ju.